Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të radhës të Table Talk. Do ndalemi sot tek ilaçet e dobësimit. Në fakt bëhet fjalë për Ozempic dhe Mounjaro që janë prodhuar për trajtimin e diabetit, por që po përdoren masivisht nga të rinjt për rënien e peshë. Por çfarë efektesh kanë këto ilaçe? Për të diskutuar, unë sot kam të ftuar doktoresh Luftim Mebruka. Doktoresh, faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje, besoj siç e thatë edhe ju është një temë që ka diskutime nga më të ndryshme. Patjetër, fillimisht unë nxit nga yjet e Hollywoodit, nga Kim Kardashian, Elon Musk, të cilët pranuan që kanë përdorur Ozempic për rënien në peshë, por që po njeh goxha të rren edhe në vendin tonë. Kryesisht nga edhe të mitur, të rinj, të cilët duan të duken më mirë për sa i përket pjesës fizike, por që nuk e dinë se çfarë efektesh kanë këto ilaçe. A mund të na e thoni Ozempic, a mund të përdoret nga njëri i cili është i shëndetshëm sa i përket pjesës së diabetit? Ozempicu është trendi tani, siç e thatë edhe ju, për dobësimin, por ka ca kritere ku duhet të përdoret. Ozempicu imiton një hormon, i cili është GLP-1 që ndikon në zbrazjen me vonesë të stomakut, pra pengon zbrazjen e stomakut. Duke penguar zbrazjen e stomakut, ul edhe oreksin, por nuk duhet të përdoret gjerësisht. Ozempicu më tepër përdoret, ne si mjek endokrinolog e sugjerojmë tek diabetikët. Mund të përdoret tek masa e shëndetshme kur kanë një obezitet dhe kryesorja është matja e BMI-s. Kur BMI-ja është mbi 30, mund ta marrish, por edhe kjo nuk merret pa për një konsult me mjekun endokrinolog, ose pa përjashtu të gjitha efektet anësore, ose pa përjashtu smundje që mund të ketë një pacient. Pra, Ozempicu nuk mund të përdoret thjesht, hajtë se po marr një Ozempic sepse dua që të humb disa kile. Duhet të përjashtohen, duhet të bëhet një bilanc biokimik, që duhet të shihen yndynat, duhet të bëhet shumë i rëndësishëm është kontrolli i tiroidës, sepse një person që ka një histori familjare, pra të afërm nga familja që vuajnë nga smundje të tiroidës, në asnjë mënyrë nuk duhet ta përdori, sidomos tek personat që kanë kancere tumore të tiroidës, përjashtuar në këtë rast kanceri medular i tiroidës që në asnjë mënyrë nuk duhet të merret. Por cilat janë ato efektet e para të cilat ndihen tek një person i cili e merr pa u konsultuar, pra pa konsultën e mjekut, thjesht drejtohet në një farmaci, madje kemi edhe raste online, mund të porosistesh dhe të vije direkt në shtëpi. Cilat janë efektet e para që shkakton? Ozempic mund të japi të përzierë, mund të japi të vjella, i jep diare, që këto janë shenja më të lehta, i jep humbje në peshë, siç e tham, sepse për këtë e marrin, por efektet anësore janë të përziera, të vjella, diare, humbje të masës muskulare, mund të japi çrregullime gastrointestinale deri në humbje të dëshirës për të ngrënë. Kto janë efektet më të lehta, por ka dhe efekte anësore më të vështira, të cilat janë pankreatiti, janë formimi i gurëve në tëmbë, dobësimi muskular, pra humbje, çrregullimet gastrointestinale të cilat mund të jenë të parikthyer. Studimet flasin edhe për efektet anësore afagjata. Efektet anësore afagjata ishin këto: pankreatiti, efekti kryesor afagjat është humbja e masës muskulare dhe çrregullimi i ushqyerjes. Kemi pacient i cili thotë që unë nuk kam dëshirë fare për të ngrënë. Ka patur raste që janë drejtuar tek ju persona të cilët janë deri diku obeze dhe nuk pranojnë këtë pjesë ndoshta e ushtrimeve fizike apo kryesorja, më fal që të ndërpreva, kryesorja është pra një person i cili është obez, ne si mjek rekomandojmë në fillim dietën dhe jo dieta drastike. Është aktiviteti fizik që është kryesorja. Është mënyra e ushqyerjes, një ushqyerje e shëndetshme. Dhe pastaj këto janë dy gjërat më kryesore. I treti është përdorimi i medikamenteve të ndryshme, siç thatë ju, që është Ozempicu, Mounjaro, Wegovy. Mos ndoshta dua një rënje më të shpejtë. Zakonisht kemi pacientë të cilët thonë që doktoresh dua që të bie në peshë për një periudhë të shkurtër, por jo. Ne si mjek nuk e rekomandojmë një gjë të tillë kur nuk ka indikacion. Kur ka indikacion, ne Ozempicun e kemi përdorur sepse Ozempicu është më tepër një medikament i cili përdoret tek pacientët me diabet tip 2.
Për sa kohë mund të merret? Fillohet, tash mënyra e përdorimit të Ozempikut fillohet në doza të vogla, fillohet me 0,25 muajin e parë, e cila bëhet një dozë një herë në javë, pastaj muajin e dytë kalohet në 0,5, kalohet pastaj në muajin e tretë në 1. Paktën këtu ke ne këto formë dozash kemi. Pastaj jashtëtit janë edhe dozat e tjera. Ka pas raste që efektet anësore janë ndier që në dozën e parë. Pacienti ka pas të përzjera, ka pas të vjella, ka pas diare, por mund të kenë qenë dhe të tolerueshme. Mund të kemi dhe reaksione alergjike, të cilat, por... Ndërkohë, pacientët a mund të krijojnë edhe një tip varësie, duke qenë se shef një rënje në peshë fillimisht dhe vazhdon ta marrë që do të bjerë akoma edhe më shumë, pra krijon edhe varësi? Varësi, nuk mund të themi që krijon varësi nga marrja e medikamentit, por varësi nga mendësia, i cili pacienti që e sheh që ka rënje peshë, akoma thot po e vazhdoj. Por e rëndësishme është edhe kjo tjetra, që pacientët të cilët e marrin për të rënë peshë, mund të kenë, për shembull mund të bie 2-3 kg dozën e parë, mund të rrëzojë edhe 2 kg në dozën e dytë, por e keqja e kësaj është sepse pasi ndërpritet medikamenti, rikthehet pesha tek pacienti. Domethënë i bie tjetë vazhdimisht në efektin. Vazhdimisht duhet me qenë në kontroll. Prandaj ne si mjek për dobësimin për rënje në peshë, kryesore kemi aktivitetin fizik dhe dietat e shëndetshme. Ushqyerja e shëndetshme. Nga tjetra anë, një pjesë Ozempikut shitën sot edhe në për klinikat estetike dhe po drejtohemi në farmaci ka dhe mungesa. A kërcënohen në këtë formë edhe diabetikët të cilët e kanë imediat si medikament? Patjetër, sepse tek diabetikët, siç e tham, Ozempiku është një medikament mjekues, pra nuk është thjesht për estetikën. Ky është shumë i rëndësishëm për diabetikët, siç aq më tepër tek diabeti tip 2, pra në këto raste përdoret Ozempiku. Pra, kërcënohen në këtë rastet në momentin kur merret për arsye estetike. Patjetër, dhe për ne si mjek nuk duhet të përdoret në mënyrë për estetikë, pavarësisht që është një trendi, siç e tham, në botë, por efektet anësore nuk ju dihen. Jep pankratitin. Ne kemi pacient që mund ta marri pa e di që mund të ketë një histori familjare ose mund të ketë kalu vetë një pankratit më përpara, që në këtë rast është i kundër indikuar. Merret pa bërë ekzaminimet e tiroides, që mund të jetë një kancer. Okej, mund ta përdorin nëse ka një kancer papilar. Dhe në këtë rast mund ta përdori vetëm në qoftë se është i domosdoshëm, pra ka një obezitet, një BMI mbi 30, por jo për mënyrë estetike. Ndërsa në kanceret medular është i kundër indikuar, pra duhet të përjashtohet tiroidja si kryesore, duhet të përjashtohet smundjet, rritja e çrregullimit e yndynave, dislipidemit, edhe në këto raste nuk duhet të përdoret. Ky ilaç merret me gjilpër apo jo? Po, e thami, injektohet një herë në javë, zakonisht fillohet në doza të vogla, ne kemi raste që diskutime të ndryshme që për me rënë në peshë nuk e ka fillu dozën nga 0,25, por kemi raste që e kanë përdorur edhe direkt dozën 1 mg. Besoj efektet kanë qenë më të mëdha. Po, ka efekte anësore, ka dhe pacient që i kanë toleruar mirë, por ne duhet bëjmë thirrjen që Ozempiku nuk duhet të përdoret për rënje në peshë, por duhet të përdoret si mjet mjekues, si medikament, tek pacientët diabetik me diabet tip 2. Për të ndalur edhe tek diabetikët, si kemi shifrat sot në Shqipëri? Diabeti është një smundje që vjen duke u rrit çdo ditë, pra raste të reja çdo ditë. Kemi qenë vendi me 20.000 diabetik, sot jemi 120.000 diabetik, cilat janë shkaqet. Shkaqet janë nga më të ndryshmet. Jeta sedentare, keqërshyrja, mos trajtimi, mos kapja në kohën e duar, ndelikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet pastaj. Që diabeti është trashëgues. Një familjar, një person që ka të afërm diabetik, ka 50% risk më tepër se sa një person tjetër. Përderisa diabeti është trashëgues, kemi edhe raste të reja për ditë.
Por e rëndësishme është që të kapet në fazat fillestare, sepse një diabet që kapet në fazat fillestare, fillohet mjekimi në fazën e hershme, dhe likimet janë shumë më të vonuara se sa tek një person tjetër që nuk kapet në fazat të vonuara. Mund të jetë mbas edhe i fshehtë ose diabeti i fshehtë është mungesa është neglizhenca, pra një person që ka të afërm diabetik Doktoresha, edhe një mesazh të fundit për të gjithë ato të rinj, të cilët sot po ndjekin trendin, por nuk po dinë se çfarë efektesh në fakt në afat gjatë kanë përdorimi i ilaçeve të diabetit për rënje në peshë. Mbas është kthyer edhe një trend social sot duke ndjekur njëri tjetrin, por cilat janë, domethënë, mesazhi juaj për pasojat që ato çfarë duhet të dinë një i ri përpara se të drejtohet te klinikat apo farmacitë për të marrë këtë injekcion? Mesazhi kryesor është jeta shumë e dhimbshur dhe shumë e dashuruar. Kështu që bukuria është pas shëndetit. Nuk duhet të përdorim medikamente të ndryshme për rënje në peshë, sepse nuk ju dihen efektet anësore më pas. Efektet janë nga më të ndryshmet, pavarësisht mund të jenë individuale, por efektet janë të pranishme. Prandaj, mesazhi kryesor është që asnjë, jo vetëm rinia, por çdo person nuk duhet të përdori medikamente për të rënë peshë për shkaqe estetike. Kur është i domosdoshëm, për mjekim duhet të përdoret, por jo medikamente për rënjen peshë për shkaqe estetike, sepse ndalikimet janë shumë më të vështira dhe shumë më të kushtueshme se sa bukuria. Se gjithmonë në komunikim me mjekun. Gjithmonë një person që ka të nevojshme të përdori diçka për rënje në peshë, komunikimi me mjekun është faza fillestare. Ekzaminimet të gjitha duhet bëhen me pa tjetër, sepse ekzaminimet janë ato që mbrojnë shëndetin e kujdo qoftë. Faleminderit doktoresha për të gjitha këshillat që dat. Faleminderit, inshallah mesazhi të jetë përcjell aty ku duhet dhe si duhet. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, bashkë do shihemi në episodet e tjera të radhës, deri atëherë mirupafshim.